Ne u rikëthujem sërish në studio, tashmë pjesën e fundit të këtij emisioni dhe me mysafiren e parë për ditën e sotme. Në studion time është Makbule Elezi, është mami në QKUK. Makbule, mirëmëngjesi, mirë se erdha. Mirëmëngjesi, mirë se është kënaqësi që të kam në studio. Faleminderit. E aq më tepër për ato që ne do diskutojmë sot, sepse ti për 8 ditë ke qëndruar në Kopenhagen, pra në këtë vend ku jo në Kopenhagen, pra Danimarkës, dhe jo rastisht ka qenë kjo vajtja jote atje. Ka qenë një lloj përkushtimi i punës tënde, i përzgjedhjes në bazë të një konkursi, të një numri vërtet madh realisht të atyre që kanë qenë pjesë e këtij konkursi dhe përzgjedhja jote dhe vajtja jote e qëndrimit 8 ditor atje. Mirë, po do fillojmë mirë me shpalljen e konkursit, si vijoi kjo, sa vetë kanë qenë konkurrent në këtë konkurs e deri tek përzgjedhja. Vjosa, faleminderit për ftesën. Konkursi ka qenë i hapur përmes faqes të UNFPA-s në nivelin global. Drejt të aplikimit kanë pas gjithë njerëzit, dhe gjithë personat të cilët janë të kualifikuar me profesionin e mamis. Numri total ka qenë 800 që kanë apliku. Mandej janë selektu 622 persona. Prej 622-ve jemi përzgjedh 32 mami prej 31 shtete. Sigurisht që si çdo konkurs tjetër, edhe ky ka pas disa kriteri që janë kërku. Do thot është kërku profesioni i mamis, tjetë mosha deri në 35 vjeçare, si dhe të shkruhet një esej për profesionin e mamis. Do thot në bazë të esejs është edhe përzgjedhja kandidatëve. Sigurisht që çdo 800 aplikues që kanë qenë, që të gjithë kanë shkruar një esej, kanë qenë me moshë, kanë qenë me profesion të mamis, mi po varësisht prej komisionit të cilët kanë qenë shumë transparent, se ka qenë një kohë e gjatë derisa është bërë vlerësimi i kandidatëve. Sepse dhe numri realisht ka qenë i madh. Shumë ka qenë numri i madh. Mandej është bërë edhe përzgjedhja dhe kualifikimi i 32 mamive. Ti para pak ditësh i kthyer apo jo nga Kopenhagen? Po, ka qenë në fund të muajit maj. Do më thënë para pak kohë realisht, para pak dite, para pak kohë, i bie që në fillim qershorit i veç se ke ardhë. Qëndrimi i 8 ditor atje, besoj që ka qenë gjatë gjithë kohës, besoj keni diskutuar për punën, kanë qenë bashkëpunime me mami të tjera në vendet e rajonet edhe të Europës, apo jo? Sigurisht që organizator kanë qenë të shumt të simpoziumit. Ne 32 kandidatë që kemi qenë pjesëmarrës në simpozium, jemi trajnu se si të bëhemi avokat të vendeve tona në profesionin e mamis, se si çfarë roli luan mamia në Kosovë ose në vendet tjera. Ne nuk kemi diskutu se çka punojmë ne në Kosovë ose çka punon një kandidat i shtetit tjetër. Mi po ne jemi trajnu se si duhet të fuqizohemi dhe si duhet të punojmë në profesionin e mamis në vendet tona. Do thotë, këto ka qenë diskutime që ne jemi trajnu prej ekspertave të lartë botror në Kopenhagen. E gjithë kjo eksperiencë për ty, çka do të thotë? Sepse ti realisht je re në moshë, kështu që besoj që është një arritur goxha madh, sepse përfitimi ka qenë edhe një bursë, apo jo? Po, sigurisht që bursa ka përfshi udhëtimin tonë, qëndrimin tonë në Danimarkë, konferencën edhe simpoziumin, do thotë shpenzimet totalet kanë qenë të përfshira në këtë bursë që kemi fitu. Është eksperiencë shumë i mirë se të jesh në mesin e qindra aplikuesve dhe të selektohesh në një numër shumë të ngushtë të kandidatëve, sigurisht që është diçka shumë e madhe, edhe është shumë e veçantë. Normalisht që është eksperiencë e mirë, përderisa takohesh me njerëz të ndryshëm, karaktere të ndryshme të njerëzve, të debatojmë, të diskutojmë për punën dhe të mundohemi që të dakordohemi që të funksionojmë së bashku si shtete që jemi. Po mirë, çka vrejti diçka dallim për shembull tek mamit e tjera të vendeve të Evropës që ndoshta nuk e vënë re ose kanë diçka më mangu ose më shumë mamit në Kosovë në krahasim me mamit e vendeve të tjera? Të them të drejtën, i vetmi diskutim që kemi bë atje është që ne kemi diskutuar dhe jemi mundu për 3 ditë rresht të diskutojmë dhe të mund të funksionojmë së bashku. Do thot, nuk kemi tregu, i kemi rendit pikat cilat ne po dëshirojmë mi aprovu. Edhe po dojmë mi arrit. Do thot, i kemi rendit pikat cilat po dojmë edhe çka po dojmë me ndryshime. Juve realisht ju kanë vënë për të diskutuar, ju kanë shtyrë për diskutuar. Kanë qenë si ne të bëhemi avokat, si ne që roli mamis të fuqizohet, si ne të tregojmë punën to maksimale që e ofrojmë në
në shërbimet e kujdesit shëndetësor. Do thotë këto kanë qenë disa pika që ne gjatë gjithë kohës i kemi diskutu që të arrihet fuqizimi i rolit mamis. Sepse nga disa shtete ka qenë fuqizimi i rolit mamis. Mandej kemi qenë të ndryshëm. Mandej kemi diskutu për të arrit një rezultat në qoftë se ne mundemi të arrim. Me qenë se gjatë kohës në Kopenhag është formu grupi liderëve të ri. Do thotë, jemi ne 32 persona nga 31 shtete që kemi formu grupin e liderëve të ri, që mund të bëhemi lider të fuqishëm strategjik. Të punojmë së bashku, pavarësisht vendeve që prej nga po vim. Për të pas një rezultat sa më të mirë të mundshëm për kujdesin e nanës edhe të fëmijës. Në fakt, pikërisht e kjo do ndalesh edhe unë, sepse të punosh si mami në ginekologji është besoj përgjegjësia është zakonshme. Ndoshta ty the që një vite pak punon, apo ke filluar punë në ginekologji, një përgjegjësi besoj është zakonshme, sepse ke për të shpëtuar 2 jetë. Domethënë është jeta e nënës edhe e fëmijës që vjen në jetë. Domethënë është përgjegjësi e madhe. E mban mend këtë një vit si ishte për ty i gjithë ky fillim? Vjosa, unë punoj në kujdesin intensiv të ginekologjisë. Do thotë salla e operacionit dhe salla e lindjes janë vende shumë të ndihshme, sepse jemi në një moment kur po e shef dikën që po formon një jetë. Është interesant kur nanat kërkojnë ndihmë edhe maksimumin mundosh me dhanë për me dalë nana e kënaqshme, sepse çdo secila gru që vjen në kujdesin intensiv ose në pjesën e ginekologjisë, gjithë secila ka ardhur për një gëzim. Sepse është gëzim kur e lind një fëmijë. Meqense se për personelin çdo herë është ndryshe, sepse ka nana të ndryshme, është numri i madh i lindjeve, edhe sigurisht që është kënaqësi të punosh, të bashkëpunosh me nanën, edhe të ofrosh një kujdes sa më cilësor. Realisht ginekologjia gjithmonë ka qenë ndoshta edhe nëpër media shpesh e vën re me disa ndoshta pakënaqësira të sjella në për portalet ndryshme, media të shkruar cila do qofshin, ndoshta me pakënaqësi. Ti e ke vënë re një gjë të tillë që ndodh? Jo, sigurisht se sikur të është ashtu siç është thonë, sigurisht që ish bën një ndryshim tjetër. Mirë po gjithçka është ashtu që është raportu prej anës të institucionit shëndetësor. Do thotë nuk është që ka sjellje të tilla ose informacione të tilla, sepse puna në klinikën intensive të ginekologjisë jepet maksimalisht. Po flas në komplet ginekologjinë, kontributi është tepër i madh. Informacionet janë shumë të mëdha, po pavarësisht prej njerëzve se si arrin me i kap informacionet. Meqense është një punë shumë e madhe që kryhet me shumë vullnet, me shumë dashuri. Realisht ju punon edhe natën, a keni besoj edhe turnet që ndahen në përpunë një pjesë e mirë, besoj që dhe ty të ka rënë të punosh edhe deri në orët e para të mëngjesit, apo jo? Sigurisht. Ajo është akoma besoj edhe bën më të vështirë punën edhe për ju? Meqense se ne jemi të përgatitur që do të shkojmë punë dhe kemi punu 12 orë. Jemi të përgatitur, jemi të gatshëm të punojmë, ballafaqohemi pavarësisht rasteve që nganjëherë janë të komplikuara. Mirë po, kur ke dashuri për profesionin edhe do me dhani kontribut shumë të madh, sigurisht që nuk i lodhi edhe duket ora 3 mes natës si tjetë 3 ditës. Do thotë, nuk e kemi pas problem asnjëherë. Ky simpozium që ti qëndrove pra në këtë vend në Danimark për 8 ditë, çka të dha shtys ty personalisht si mami me atë ditë që do kthehej në Kosovë edhe si do e vazhdoj punën? Kjo eksperiencë pra e fituar atje si ishte për ty? Sigurisht që tani unë ndjek edhe studimet master në Universitetin e Prishtinës, në edukim kujdesin shëndetësor. Normalisht që përvojën tem për Danimarkës e kum shpërnda edhe tek kolektive, tek përfaqësuesit e fakultetit mjekësisë, të shumë njerëz që është dash patjetër me interpretu si kemi kalu dhe çka është punu. Sigurisht që çdo simpozium ose konferencë ndjekët, patjetër që shkojmë për të marrë një informacion edhe të vim në vendet e tona dhe të fillojmë të punojmë në atë pjesë, sepse çdo herë shkojmë për të marrë informacione të dobishme që janë. Patjetër. Në shkëmbim i eksperiencave. Sigurisht. Ka qenë shkëmbim i eksperiencave shumë të mëdha, gjë që gjatë gjithë kohës është dashur me shkru, që të mos harrojmë diçka, sepse çdo informacion ka qenë shumë i rëndësishëm. Normalisht që tash kemi filluar me punu me projekte, sepse jemi nga ky simpozium, jemi 4 shtete, do thotë Kosova,
Hungaria, Bullgaria dhe Malta, që kemi tregu, jo pse s'kan tregu dhe tjertë aftësi të forta të leadershipit, mirë po na kemi qenë 4 shtete që kemi qenë pak më të dalluar prej tyre, që kemi arrit të jemi të punojmë në projekte për profesionin e mamis, do thotë në bazë të regioneve. Prap, që se si një lajmë shumë i mirë ky edhe për gjithë vendin tonë, sepse përfaqësimi është më tepër një fushë kaq të ndihshme, siç është realisht vetë ginekologjia, të bën vërtet të ndihesh mirë, se në fundit jemi njerëz, mirë po, ajo që më intereson të di në këtë një vit, ke pasur gjatë punës tënde ditë të këqija, do me thënë ditë të këqija në kuptimin e asaj ndonjë thënë kushtimisht dështim të punës, të mos arritis suksese deri në fund të një lindje, besoj që ditë e gëzueshme kanë qenë edhe ato janë më të zakonshme. Mirë, po këto komplikimet nganjëherë vinë, sepse në fundit jemi njerëz të Zotit, edhe nganjëherë gjërat ditë i vendos ai më shumë se vetë njerëzit. Sado profesionist janë. Vjosa, në kujdesin intensiv, ne jemi në një pjesë ku pacientja përfundon operacionin, mandej kalon në pjesën intensive. Do thotë, ne do të bëjmë monitorimin e pacientës nga momenti që del nga salla deri në 24 orë. Jo, nuk kom pas diçka të tillë, meqense edhe komplet stafi jep maksimumin që asnjë pacient mos del të mos dështon diçka ose mos të humbë një jetë e një nanës ose një fëmijës absolutisht. Çdo secila nanë ndihet e privilegjuar që ka qasje me personelin shëndetësor sepse i jepet një kujdes shumë i veçantë. I jepën informacione për kujdesin pas operacionit, kujdesi pasi të shkojnë në shtëpi për ushqyrjen me gji, do thotë kemi qasje edhe pse kemi me përfundu punën tonë që duhet me u kujdes për 24 orëshin me terapi ose në rast komplikimi diçka të pacientës, atëherë ne gjatë gjithë kohës kemi me tregu që duhet më ushqy fëmija me gji, që duhet më kujdes nana pas operacionit, do të thotë janë krejt këto shërbime që ka dhe shërbime shumë ma shumë që i ofrojmë. Mirë po për e ceki këta në të roli mamis, mirë po në rast që ka diçka të tillë ndonjë komplikim, normalisht që i kemi anesteziologun edhe ginekologun, do të thotë sepse kemi kontakt gjatë gjithë kohës me ta. Normal. Që nuk ka punë asnjëherë që me pas një komplikim. Shpresoj që asnjëherë mos të vi. Shpresoj që asnjëra prej nënave që faktikisht vjen për cilë një jetë fëmijën e tij të mos ketë komplikime të tilla, mirë po që nganjëherë dinë edhe të ndodhen. Edhe për këtë arsye dhe unë të pyeta që ndoshta ke pas një rast edhe, domethënë besoj që ndjesia e saj që ti përcjell maksimumin, mirë po që nganjëherë gjërat nuk është që i kemi ne në dorë, edhe ka ndodhur realisht, edhe ndodhin. Gjithsesi unë të uroj vërtet shumë suksese në të gjitha projektet e radhës, simpoziumet e tjera të uroj të kesh sa më shumë, po ashtu edhe masterin, sepse nuk i thonë dhe pak obligime andej për të vazhduar. Ishte kënaqësi që të patë në studio dhe vërtet uroj shumë suksese në vazhdim. Faleminderit Vjosa, mirupafshim. Ishte ky emisioni për ditën e sotme. Ju falenderoj të gjithë për vëmendjen tuaj. Me një tjetër takim do t'ju pres nesër. Deri atëherë mirupafshim.